Loredana merr pjesë në dasmën e Gjestit dhe Eglit, ja mesazhi që dha për ndjekësit. Pas incidentit të rënd ku Jozi goditi Gjestin me shuplak teksa po largoi nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, pritej që Loredana, e cila kishte pasur një lidhje me Jozin brenda shtëpisë, të mos merrte pjesë në dasmën e Gjestit dhe Eglit. Surpriza erdhi kur Loredana jo vetëm që mori pjesë në dasëm, por ndau dhe një mesazh me ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Në përshkrim falenderoi të gjithë për përkrajen dhe përvojën që sipas saj e bëri më të fortë dhe më të pjekur. Postimi i plot. Faleminderit nga zemra të gjithëve. Faleminderit dhe për qafimet të ngrohta, mirënjohje e familjes së Top Channel, të gjithëve pa përjashtim, që nga drejtuesit edhe tek çdo punonjës, të gjithë ata që kanë punuar natë e ditë për ne, gjithmonë të palodhur e të duruar. Faleminderit atyre që besuan tek unë, atyre që më deshën me të gjitha ngjyrat e mia. Ndoshta nuk isha e zonja me fjalët, por thellë brenda shpirtit doja dhe dua të shpreh shumë. Dua të falenderoj të gjithë publikun, ku jashtë gjeta mbështetjen më të madhe, shërimin e çdo loti, plot mesazhe, komente që më mbushën zemrën plot dhe më bën të hidhja pas edhe gjykimet që kisha ndaj vetes. Ky Big Brother mua më rriti, më bëri më të pjekur, më mësoi gjithçka. Do të jem mirënjohëse çdo personi, gjithë rrethit tim që kanë pranë dhe gjithë atyre që besuan tek unë edhe pa më njohur. Unë shkova në dasëm e para për të treguar Lorin zemërbardh, me etik, dhe e dyta, se çdo veprim ka një arsye brenda meje. Dua të më kuptoni. Do vazhdoj të jem versioni më i mirë i vetes time, duke ju shtuar sa më shumë buzëqeshje në ditët tuaja, me shumë dashuri nga Lori. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.